Një muaj gjysmë më parë festoi ditëlindjen e 73, e ndërsa sot ish-kryeministri dhe lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano mbylli sytë përgjithmonë pas disa javësh në luftë me jetën në një spital privat në kryeqytet. Nano ndodhe në spital që prej datës së 8 tetor pas problemeve kronike respiratore, ku qëndroi për 24 ditë nën kujdesin e mjekëve në repartin e reanimacionit. Politikani pësoi arrest kardiak dhe më pas vdekje klinike të trurit. Prej ditësh gjendja e tij shëndetësore ishte e rënduar dhe pa përmirësim. Fatos Nano do të mbahet mend si themeluesi dhe kryeu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ai ishte njeriu që bëri të mundur transformimin e ish Partisë së Punës, që vinte nga trashëgimia komuniste në një forcë që i rezistoi pluralizmit politik, si një aktore me peshë në skenën shqiptare. Nano ka qenë kryetari i Partisë Socialiste nga 12 qershori vitit 1991 e deri në vitin 2005, kohë kur u shkëput nga politika. Një përpjekje e tij e mëvonshme për postin e kreut të shtetit nuk u mbështet nga Partia Socialiste, drejtimin e së cilës e kishte marrë Edi Rama. Gjatë viteve të angazhimit në politikë që nga viti 1991 ai shërbeu 4 herë si kryeministri i vendit.